fakteve zoti Haziri, dhe besoj është mirë për ta qartësuar për publikun, është që ka një lloj akordi ndërmjet zotit Abdi Gjiku dhe zonës Osmani, që zoti Abdi Gjiku të jeti nominuar për kryeministër, ndërkohë që zonja Osmani në një listë të përbashkët, nesh ose dysh, nuk e di cilën numër e ka, të jetë nominuar për presidente. A është kjo një formulë që është diskutuar ose është afër të arrihet me një varforme në një marrëveshje të tillë, ose janë spekulime mediatike të cilat nuk kanë vend kështu në rrafshin faktik? Po është vërtet që është rriti interesimi shumë lidhur me këtë modalitet, dhe për modalitetin e garës përbashkët së LDK-s, Vjosa Osmanit dhe bashkimit të qendrës djathtë apo rreth të djathtës, ku hyn gjitha ato mendime, shkolla edhe grupe politike që besojnë ma shumë në këtë iniciativë politike, por me vetë faktin që nuk e përfundu do të me pritë edhe pak ditë, dhe unë besoj që lajmet e mira janë të ardhë. Më parem muj me ju siguru që... Pra është diskutuar, kjo nuk është diçka që është e pavërtetë, është diskutuar kjo mundësi. Tash unë nuk guxoj me leju me ra në nivel spekulimeve se nuk e di, po me vetë faktin që ka pas disa takime edhe do të ketë takim, kjo është çështje që të dy udhëhecin këtë rast, në emën të LDK-s, Lumir Abdi Gjiku edhe zonja Vjosa Osmani, natë që përfatëson janë të bisedu për këto modalitete. Mënyra ma mirë se si me u integru në një betej politike të përbashkët. Spequj luft politike, sepse de facto është luft politike. Kjo, se zgjedhjet janë politike, zgjedhjet për kuvend janë politike. Këto zgjedhjet janë specifike, sepse për herë të parë në Kosovë ndodhë që presidenti nuk zgjidhet në një proces të rregull zgjedhor. Dhe për herë të parë shkaktohen zgjedhjet për shkak të presidentit. Po da, nuk zgjidhet dhe shkaktohen.